Matrikullimi i baktive përbën një nga hallkat më të rëndësishme në zinxhirin e sigurisë ushqimore, duke nisur nga ferma dhe deri te tryeza e konsumatorit. Identifikimi dhe regjistrimi i çdo krerë baktie krijon mundësinë e gjurmëeshmërisë së plotë të produkteve të mishit dhe qumshtit, duke rritur transparencën, kontrollin dhe standardet e cilësisë. Në këtë qendër ka përfunduar matrikullimi i brezit të ri të qengjave, një hallkë kryesore në mbashtrimin e baktive, pasi nëpërmjet këtij bëhet edhe gjurmëshmëria e produktit që nga kafsha që është e gjallë deri në dyqanin e mishit që bëhet edhe shitja e tregtimi i mishit. Pra është një nga proceset kryesore. Matrikullimi ka edhe një rëndësi tjetër që fermerët duhet ta neglizhojnë, pasi nëpërmjet këtij procesi që kryhet, ata dhe aplikojnë për skemat kombëtare të qeverisë. Njëkohësisht, matrikullimi forcon formalizimin e sektorit blegtoral dhe rrit besimin e tregut. Për konsumatorët, kjo përkthehet në produkte mishi më cilësore me standarde të garantuara sigurie. Ja, ajo është me vull atje, ajo është me vull, e unë shikoj me vull edhe kam të drejtë të ble. Si duket cilësia? Unë jam shumë i kënaqur. Ndonjëherë beson se thua, tash përderisa e kanë etiketën, ndoshta edhe janë të kontrolluara. Përmes skemave kombëtare, shteti ka parashikuar pagesa direkte në mbështetje të fermerëve për çdo kafshë të imët apo të trashë të matrikulluar, ndryshe nga vitet e mëparshme, kur blegtorët ishin të detyruar të paguanin vetë për këtë shërbim.